kolegu Maksi Rama tani drejt për drejt me këto masa, një protestë opozitës Maksi, por që vjen me bllokime të pjesshme të rrugëve në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në akset tjera rrugore. Konkretisht, ku do të bllokohet qarkullimi, Maks? Ashtu sigurisht është njoftuar nga Policia e Tiranës nëpërmjet një njoftimi për shtyp të shpërndar për të gjitha mediat, në fakt bëhet fjalë për bllokime të disa arterieve kryesore të kryeqytetit ditën e sotme, duke nisur prej orës 14, duke qenë se protesta të paktën është marrë leje prej orës 18 deri në 20 dhe Policia e Tiranës ka njoftuar që do të ketë një bllokim të bulevardit Dëshmorët e Kombit, pra arteria kryesore e kryeqytetit ku ne ndodhemi në këto momente, do bllokohet prej orës 14, më pas do të jenë dhe zonat të tjera siç është sheshi Nën Tereza, duke vijuar me rrugën Ismail Qemali dhe gjitha rrugët, nyjet që lidhen me bulevardin Dëshmorët e Kombit. Më pas, pjesë e planit të Policisë së Tiranës në orën 15 do të vijojë me bllokime të disa rrugëve të tjera, pra zgjatimeve të bulevardit Dëshmorët e Kombit, në mënyrë që të jetë pra të shkojë gjithçka mbar, pra për të kujdesur për mbarvajtjen e kësaj proteste të njoftuar nga opozita. Megjithatë, Leftion, nuk mjafton bllokimi i bulevardit Dëshmorët e Kombit apo sheshit Nën Tereza dhe arterieve kryesore që lidhen me të, por sipas Policisë së Tiranës, në varësi të tubimit, pra të opozitës, do të ketë, po themi, edhe bllokim të tjera të rrugëve. Kjo pasi ne jemi mësuar që shohim nëpër protestat e opozitës, edhe pse ata kanë thënë që do të jetë, por themi, pika para kryeministrisë, bllokimi mund të ketë edhe lëvizje apo marshim të tyre, kjo mbetet për të parë, dhe në varësi të kësaj dhe në varësi të protestave të mëparshme që kanë parë, po themi, edhe vetë Policia e Tiranës ka njoftuar që do të ketë bllokime edhe të rrugëve të tjera. Ndaj rekomandohet mirëkuptimi i qytetarëve dhe mbi të gjitha shmangja e këtyre akseve përgjatë orareve, pra prej orës 14 të ditës së sotme deri në orën 20, në mënyrë që qytetarët mos të ngecin nëpër trafik, pra të gjithë ata që kanë, po themi, lëvizjet e tyre për emergjenca të ndryshme, por edhe ata që do të lëvizin pas mbylljes së punës për t'u drejtuar shtëpive të tyre. Ndaj bëhet apel nga Policia e Tiranës që të shmangen pra bulevardi Dëshmorët e Kombit, sheshi Nën Tereza, por dhe të gjitha arteriet që lidhen me këto akse përgjatë ditës së sotme deri në përfundim të protestës që është njoftuar nga opozita.